E nderuar zonja Erida Skëndaj. Në radhë të parë ju falenderoj që pas 18 muajsh dërguat përfaqësuesin tuaj, zotin Zylftar Bregu, të Komitetit të Helsinkit, të më vizitonte në qelin time këtu te IEVP Jordan Misja. Së dyti ju falenderoj se vetëm pas konstatimit nga ana e përfaqësuesit tuaj se në tualetin e kësaj qelie nuk kishte drita, menjëherë erdhën elektricistët dhe i vendosën, pasi këtë punë nuk i lejonin ta bënin që nga 23 tetori 2024, kur unë u bëra banor i EVP-s që mban një emër heroj si Jordan Misja. Mistrecëllëqe të tilla ka dhe shumë të tjera që përfaqësuesi juaj mund t'u afrot juve, siç është edhe çpimi i bidonave plastik për 20 litrash për të më cënuar sadopak mua ushtrimet fizike në qeli, me qënë se këtu nuk ka palestër.